Të nderuar teleshikues, ju përshëndesim drejt përse drejti nga Pallati i Sporteve Qasim Dervishi i Shkodrës, nga ku po nisim transmetimin e ndeshjes së basketbollit për meshkuj Vllaznia Skënderbeu. Takimi i vlefshëm për javën e 14 kategorisë superiore, Superliga e basketbollit shqiptar për meshkuj. Jemi në pjesën e dytë të ndeshjes, ndërkohë që kemi lënë pas dy perioda të pjesës së parë dhe të dytë, ku duhet theksuar që ekipi mbysafir nga Korça ka luajtur më mirë dhe këtë e themi bazuar nga rezultati i cili në mbyllje të pjesës parë është në shifra 33 Vllaznia dhe 40 Skënderbeu. Luan për 3 pikë skuadra korçare, nuk ka shënuar. Ndërkohë duhet theksuar që edhe perioda parë është fituar nga skuadra korçare me shifrat 16 me 24. Ndërkohë që në periodën e dytë Vllaznia ka luajtur më mirë, ka fituar 17 me 16, por pa mundur të frenoj fitoren e pjesës parë të ekipit korçar me shifra 33 me 20. Të shikojmë çfarë do të prodhoj kjo pjesë e dytë, kur po luhet minuta e parë e periodës së tretë dhe Vllaznia shënon me hibit 2 pikët e para. 2 pikët e para në periodën e tretë pjesës së dytë. Udhë për korçarët. Kanë gabuar, por e zotrojnë topin në tabelë, nuk shënon, do t'ishte një kosh i vlefshëm ky për korçarët nëse do të shënonte. Që të qoftë ka marrë gabim personal numri 20 i skuadrës së Skënderbeut Zoelin. Ka shënuar në gjytën e parë të lirë, pa sukses gjytja e dytë. Shifrat tashmë janë 35 me 41 për ekipin e Skënderbeu, që ka topin në zotrim. Shënojnë edhe 2 pikë të tjera. Kishte në anë të numrit 2 Linton. Skënderbeu po shfaqet bindes në këtë ndeshje, kur kryeson me shifrat 35 me 43, por shënon Vllaznia me Gjorgje, ngushton diferencën në 6 pikë. 6 pikë plus skuadra korçare, Majson për 3. Gjuan Skënderbeu ka gabuar mundësi e Vllaznisë që nëse shënon ta shkëtoj akoma me tepër rezultatin, dhe ashtu ka bërë pikërisht numri 5 Bright. 39 Vllaznia, 43 Skënderbeu. 4 pikë plus ekipi korçar, që dhën Vllaznia të avancojë në pikëzim, por është numri 2 i skuadrës Skënderbeut Roy Linton, që shënon 3 pikë dhe thavon përsëri avantazhin.
Nuk është një ditë e mirë Vllaznia sot duhet theksuar, por gjatë pjesës parë kemi parë dhe jo pak reagime nga stafi teknik i Vllaznisë për disa vendime që sipas tyre kanë qenë të diskutueshme, shënon përsi Gjorgje. Është Gjorgj për ekipin e Vllaznisë, numri 0 në uniformën e tij. Fire për ekipin e Skënderbeut. Zonë nga 3 lojtar të Vllaznisë, shumë reagime nga stafi teknik për këtë vendim të arbitrit, por edhe tifozeria shkodrane në tribunin pas pankinës e Vllaznisë është të tëra në këmbë, pa kënaqur nga ky vendim i arbitrit për këtë gabim personal, kur ishin 3 lojtarë të Vllaznisë të cilët e bllokuan sulmuesin basketbollistin e Skënderbeut, por u akordua gabim personal kur qarat i shfrytzuan, shënuan 2 pikë dhe tashmë kanë shkuar plus 7 përsëri. 41-48 ke ngul Vllaznia. George Thomas shënon Thomas, një majtë e tij e saktë për kryer. 43 Vllaznia, 48 Skënderbeu. Luhet perioda e tretë e ndeshjes. Një gjutje për 3 pike, Skënderbeu nuk shënon për 3, po shënon për 2, një që basketbollist numri 2 që duket se është shumë Linton në shumë saktë, shënon në Vllaznia në këtë moment dhe përsëri tashmë plus 5 avantazhi i Skënderbeut, që ka sulmin në zotërim gjuan për 3, gabon, zotron topin Vllaznia, që tashmë duket më vendosur në periudhën e tretë të pjesës së dytë të takimit dhe kërkon që të baraspërshoj rezultatin. George Thomas Bright kërkon të dëpërtoj pastaj për Thomas Hibit për 3 Hibit, nuk ka shënuar për zotron në tabelë George dhe 2 pikë dosha shumë të rëndësishme për esurinë e takimit, ku ngushtohet në 3 pikë avantazhi i Skënderbeut, që po kryeson në pallatin e sportit Çaçi Dervishi 47-50. Gabon Skënderbeu, mundësia e Vllaznisë me këtë kombinacion të shpejt. George ka shpërdoruar Vllaznia kombinimi Thomas George. Është rradha Skënderbeut që të radhë nuk gabon dhe thellon përsëri avantazhin. Kundërshtim i shpejt i Vllaznisë bllokohet e Hibit. Skënderbeu është i vendosur të mos e lëshojë avantazhin, por gabon në këtë moment dhe Bright është me Hibit, kombinoi njëri me tjetrin dhe gabim personal i akorduar nga gjyqtarët e ndeshjes Gilbert Hoxha, Sergio Gjoni dhe Ardi Ndoj, që po gjykojnë këtë ndeshje, ndërkohë që në tavolinë e gjyqtarisë i deleguari i Federatës Shqiptare të Basketbollit është Salvator Kurti, një ish basketbollist i njohur i Vllaznisë, i studentit dhe ekipit tonë kombëtar, pushim i kërkuar në të momente nga skuadra korçare, pas një loje më të mirë të Vllaznisë në këtë periudhë, dhe ne përfitojmë nga rasti, ju njohim me përbërjet e skuadrave. Vllaznia luan me Justin Thomas, Sead Kopliku, Ashton Parker, Ediron Kuçi, Julian Bright, Aron Kruja, Bojar Tafa, Robert Shestani, kapiteni i skuadrës, është Jordan Hibit, Jordi Preka, Samuel Bashdari dhe Brandi Martin George. Trajneri i Vllaznisë është Eni Vazani.
i ndihmuar nga kolegët e tij, Antonio Shabani dhe Roni Gjeçe. Në kampin tjetër të Skënderbeut kemi këto basketbollist. Është Linton Roy Bryan me numër 2, Andre Prenda, Kristi Beba, Ethan Hadjaj, Igli Hadjillari, Brock Campbell, Grand Alexander Mason, janë emra amerikanë shtor tek formacioni kurçar, Leon Thanas, Leonel Nasi, Endri Habib, kapiteni i skuadrës Zoelin Jabespire dhe Noeren Durant. Trajneri i ekipit Skënderbeut është Bruno Topi, kolegi i tij asistent Ilir Nika. Hibit gjutja parë e lirë e tij. Pa sukses. Sërish me Hibit, ka të drejtën e gjutjës e lirë, këtë radhe ka shënuar 48 Vllaznia, 52 Skënderbeu, plus 4 skuadra korçare në avantazh. Mason korçare që nojnë si zakonisht me të mirin në pika shënues të ekipit të tyre, i kishte me numrin 2 Linton Roy Bryan. George Hibit luan për 2, gabon dhe zotron për ventabir skuadra korçare se nis me shpejtësi këtë kundra sulm. Të dy skuadrat kanë në përbërjet e tyre basketbollistë amerikan. Shënon skuadra e Skënderbeut me numrin 9 Brock. Në këtë moment skuadra korçare luan me 5 basketbollistë amerikanë në formacion. Gjithë formacioni është amerikan, ka shkaktuar gabim personal. Amerikani tjetër Bori Vllaznis i kishte Martin George. Është java e 14 e kategorisë e Superligës së basketbollit shqiptar, që kryesohet nga skuadra Lezhgjani Beslidja me 36 pikë. Vllaznia është e dyta me 34. Në sulmi shpejt i Vllaznia, George shënon edhe 2 pikë të rëndësishme. 50 Vllaznia, 56 Skënderbeu, i cili në renditjen e klasifikimit është në vendin e 7. Është në vendin e 7 të tabelës të klasifikimit me 28 pikë. Skuadra korçare është larg Vllaznisë me 8 pikë, por që sot po dikton në rezultat paktën në këto minutat e drejtanishme kur luhet minuta 8 për periudhën e tretë të ndeshjes. Subi përsëri për ekipin korçar. Shënon Skënderbeu. Plus 8 shkon avantazhi i Skënderbeut. George Hibit tenton për 3. Nuk është i saktë. Ka shumë shpërdorime në gjutjet nga distanca nga ekipi i Vllaznisë. Skënderbeu kushton plus 8 dhe në të moment shkon plus 10 pasi ka shënuar në mënyrën më të mirë edhe numri 12 i kësaj skuadre grand. Sërish përdoron Vllaznia.
Janë disa shpërdurime Ravazi për 3 Skënderbeu, gabon, por zotron topin e tabel për 3 përsëri dhe ka shënuar numri 9 të ekipit Korçar, Campbell Brook, duke quar shifrat e rezultatit me 63 në favor të ekipit Korçar, ndërkohë që menjëherë vjen pushimi i kërkuar nga ekipi i Vllaznis me teknikun Eni Llazani. Vllaznia vjen në këtë ndeshje pas një dy luftimi me të vërtetë mjaft emocionues përballë ekipit kryesues, ekipit kampion të Shqipërisë, Bestidhja Lezhës. Ta kemi luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishit të kryeqytetit, ku Vllaznia pas një rivaliteti në 3 periodat të Ravazi, në të 4-ën falë dhe disa problemeve që u shfaqën në fushën e lojës, duke u penalizuar 2 basketbollistë të Vllaznis, humbi me rezultatin 95-70, por sfida sotme, si shikojme dhe nga analizat që po i bën tekniku Edi Llazani skuadrës e tij, ka shumë kritika nga trajneri Llazani në adresë të basketbollistëve të tij. Kujtojmë që pak më herët në këtë pallat sporti u luajt edhe ndeshja e basketbollit për femra. Vllaznia Flamurtari, ku ekipi Vlonjat fitoi me rezultatin 59-78 përkatësisht me këto perioda. Është interesant fakti që në të 3 periodat e parë Vllaznia ka shënuar vetëm të njëjtën shifër, 16 pikë, por ka presuar 27 në të parën, 18 në të dytën dhe 22 në të tretën, ndërkohë që perioda 4 është mbyllur në barazim 11-11. Sulbi për Vllaznin, Bright, i vetëm në kosh, nuk ka shënuar, zotron topin Skënderbeu me shpejtësi dhe super aksion e ekipit Korçar, që kurzohet me sukses dhe shoqërohet me entuziazmin e pankinës Korçare. Tjetër aksion i Skënderbeut, gabim personal i shkaktuar nga Vllaznia. Shestani ka kërkuar, me çfarë pam, kërkoi tek stafi teknik një ndrim në fushën e lojës. Është Parker që rikthyer në fushë, duke zëvendësuar kapitenin Shestani, është Ashton Parker me numër 3. Gabim personal në favor të ekipit Korçar është Aleksandr Grand, që shënon në gjujtën e parë të lirë, edhe një mundësi për ekipin mysafir nga Korça. I saktë dhe në gjujtën e dytë, 50-67 plus 17 pikë ka shkuar avantazhi i Skënderbeut. Shumë diferencë në këtë periudhë të tretë, dhe ta ketë vështirë Vllaznia ta rikuperojë, që në fakt e nisi mjaft mirë periudhën e tretë, e ngushtoi shumë diferencën, por disa gabime Ravazi bën që Skënderbeu të nis shkëputën që tashmë thelloi edhe më shumë. 50 me 69 plus 19 pikë. Bon Vllaznia rezulton topin Hibit, për Vllaznin. Duhet 1 sekond për të mbyllur perioda 3, 19 pikë plus Skënderbeu. Rezultat që nuk parashikohej, të nderuar shikuese. Ishte në këtë ndeshje mbyllet perioda 3, Vllaznia 50 dhe Skënderbeu 69. Të dy skuadrat janë në pankinat e përkatëse, duke marrë orientimet e
stafeve teknike, tekniku Lazani kërkon të bëjt një mundësi ndryshimi tek skuadra ti për periudën e tretë, janë edhe 10 minuta për të mbyllur. Ndërkohë në krahun tjetër dhe homologu i tij i Skënderbeut ishte trajneri Bruno Topi, shfaqet i qetë, i kënaqur, i gëzuar për këtë avantazh, këtë thellë, duhet thënë. E theksuam edhe më herët pritet ndryshe kjo ndeshje, por disa gabimet e skuadrës shkodrane, por natyrisht edhe mungesat që ka në përbërjen e këtë ndeshje përfshirë edhe shtatlartin Klajdi Kiri, që nuk është në fushën e lojës në këtë ndeshje, kanë dhënë ndikimin e tyre, por le të presim çfarë do të prodhoj pjesa e dytë. Sidomos që tashmë perioda e fundit kur do të luhen edhe 10 minuta. Gati të nisë dhe perioda e 4, perioda fundit të tretë ndeshjes. Vllaznia Skënderbeu, takimi i vlefshëm për javën e 14 e kategorisë Superligës së basketbollit shqiptar, rezultat i thellë në avantazh skuadra korçare me shifrat 50 me 69. Aksioni përsëri në këtë fillim të kësaj periode është për ekipin korçar Skënderbeu, por Vllaznia ja ka marrë topin të trim Hibit në tabelë, nuk i binte topi dhe ky aksion shpërdoret në vazhdën e gjithë atyre aksioneve shpërdoruese gjatë ndeshjes. I duhej ai 2 pikësh Hibit në departamentin e sipër për t'i dhënë më tepër moral në këtë fillim periode, por nuk u arrit. Tashmë është Skënderbeu për 3, nuk ka shënuar. Hibit, Brajt, vetëm në tabelë, bukur një kthesë e tij me intuit në tabelë, shënon 2 pikë, frymëmarrje për ekipin e Vllaznisë. Aleksandr Brok nuk arrin të shënoj. Brok 2 gjutje të lira, ka fituar gabim personal. Rikthehet në lojë kapiteni i skuadrës Robert Shestani, ndërkohë që në tribunën e djathtë në krahun tonë të transmetimit gjendet çifti Shestani, prindërit e tij, pra Robert Shestani, kondiqet nga Marin Shestani, nga emrat e spikatur të basketbollit shkodran dhe atij shqiptar. Tashmë veteran, që traditën e tij po e ndjek djali i tij Robert Shestani. Brad, George, Thomas, George. Hibit për 2 pikë, i ka shënuar. Vllaznia 54, Skënderbeu 69, luhet minuta e dytë për periudhën e fundit e tretë ndeshjes, por për Vllaznin. Shestani. Thomas, Shestani që tenton për 2 pikë, nuk arrin të shënoj.
aksioni për Skënderbeun, se nuk ndalet se shënuari duke shkuar në kuotën e 71 pikeve ndaj 54 të Vllaznisë. Edhe 8 minuta nga fundi i krejt ndeshjes, avantazhi thellë i skuadrës korçare, që tashme ka shkaktuar gabim personal në dëm se George. Dështon dhe kjo mundësi e Vllaznisë Stani për 2 e ka shpërdoruar dhe këtë mundësi kapiteni Vllaznisë. Dhe vjen ky kosh plot spektakël i ekipit korçar që merr droit rrugitje në e gjithë pankina e ekipit të Skënderbeut, duke quar rezultatin në shifrat e thella 54 Vllaznia 73. Ekipi korçar vazhdon të jetë diferenca prej 19 pikësh. Një rezultat surprizë mund themi, jo se Skënderbeu nuk është i këtij niveli, ka një përbërje të tij baseballist amerikan dhe luajnë mirë, por vetë vendi i 7 në renditje me 28 pikë përballë një Vllaznie që është e dyta me 34, një Vllaznia që ka udhëruar, duhet pranuar, ka udhëruar lojra mjaft e mira si në Superligën shqiptare, në Kupën e Shqipërisë dhe sidomos edhe në Ligën Unike Shqipëri-Kosovë. Pritet që Vllaznia sot të ishte dominuese në fushën e lojës, por ja që Skënderbeu po dikton dhe kur duhen edhe 7 minuta dhe 37 sekonda nga fundi, kryeson me 19 pikë diferencë, shifër normalisht e madhe, pak e vështirë për të përbërtur, por kur shikojmë që ka dhe 7 minuta 37 sekonda lojë në basketball janë të mjaftueshme për një gjë të tillë, por vetëm nëse Vllaznia rikthehet në lojën e saj, sepse për hir të vërtetës përposën elementeve të tjerë nuk po luan mirë edhe në fushën e lojës dhe ky 3 pikësh i Zhestanit që vjen me njerë pas pushimit kërkuar nga Vazani është një frymëmarrje. Kështu mund të konsiderohet në gjuhën sportive një frymëmarrje për Vllaznin nëse vijon të luaj me këto parametra. Kombet të aksionin e ekipi i Skënderbeut, tjetër mundësi e Vllaznisë për kërkuar një ngushtim të rezultatit, ndoshta 3 pikëshet si ai i mëparshmi i Robert Zhestanit mund të jenë ato që e nxjerrin nga situata Vllaznin për kohën që ka mbetur, gjujtjet nga distanca nëse riparaohen dhe janë me precizion, atëherë është pozitive për Vllaznin. Hibit për 2, i ka shënuar 5 pikë radhazit e Vllaznisë që ngushtojnë rezultatin 59 me 73. Tjetër aksion i thyrë i Vllaznisë dhe hibit në tabelë shënon 7 pikë radhazit dhe ngushtohet, ngjeshëm diferenca. Ja, çfarë ndodh në basketboll të nderuar shikues, vjen me entuziazmi i tifozërisë shkodrane, por ky 3 pikësh i korçarëve dhe ky top i marr në aksion e sipër të Vllaznisë.
ishte një diskutim me trupën gjykuese, topi i rikthyer Vllaznis, në momentin që vështrim kundra Vllaznis. Për 3 Gjorgje nuk shënon aksioni për Skënderbeun. Që me këtë 2 pikës dhe me gabimin personal të marrë rikuperon ndjeshëm ato 7 pikë që i pesoj Rravazi. Ishin 7 pikë entuziaste. Ishin 7 pikë që dhanë një entuziazëm Vllaznis, por me njëherë ka reaguar Skënderbeu dhe ka rikthyer qetësinë në formacionin e tij. Hibit, për Shësanin që gjuhen për 3, nuk shënon. Tabela është problem për Vllaznin, nuk ka lojtarin e duhur që të ka çopë tabel. Në tjetër kosh me spektakel. I Skënderbeut dhe 61-80. Përsëri ka shkuar diferenca në 19 pikë. Nëse dhohet edhe më tepër. Shkon në 21. Aq ishte momenti i Vllaznis se ushtroi presion, pati moment të favorshëm, por nuk arriti ta mbaj ritmin e duhur. Dhe Skënderbeu shënon kosh pas koshi, ky Rrahës me brok e çon në shifrat 61-84. Hibit, Shestani kërkon kombinimin me Gjorgj, nuk arrin Gjorgj ta zotroj topin. Moment jo të mira për ekipin Kuqe Blu në këtë ndeshje. Kujtojmë që ditën e djeshme në orët e mbrëmjes është luajtur edhe ndeshja tjetër e volejbollit për femra, ku Vllaznia u mund nga Teuta me rezultat 1-3, një humje që krijoi problem për Vllaznin, që nuk arriti të futen në 6 ekipet e fazës para play-off. Dhe madje tashmë duke qenë e parafundit në renditje për të qëndruar në Super League, do të luaj një ndeshje suplementare në play-out me ekipin e Studentit. Rikthehemi në fushën e lojës për duelin Vllaznia-Skënderbeu në Superligën e basketbollit për meshkuj, kur duhen edhe 3 minuta dhe 42 sekonda. Vllaznia 65, Skënderbeu 86. Dominues total ekipi mysafir. Hibit dominon me Gjorgj. Ka shkaktuar gabim personal Korçaret në dëm të Gjorgj. Është Martin Gjorgj me numër 30 në gjutën e parë të lirë. Gabon. Edhe një mundësi për Gjorgj për ngjyrat Kuqe Blu të Vllaznis. Ka shënuar në të dytën 66 me 86 fix plus 20 në avantazh skuadra Korçare, kur duhen edhe 3 minuta dhe 15 sekonda lojë. Thomas aksioni për Skënderbeun. Dhe tjetër spektakel Gjenerasin, jo vetëm që kryesojnë me rezultat, për Gjenerasin të dhurojnë edhe spektakel basketbollistët e Skënderbeut, të cilët kanë luksin të
jenë në avantazh të 20 pikeve. Brajt. Sestani ka shënuar nga vija anësore me vlerë 3 pikëshe. Ushtohet tashmë në 17 nga 20 që ishte avantazhi i Korçarëve. Një mundësi tjetër e Vllaznisë për shtrim me Sestanin. Një mundësi për të ulur edhe më tepër shifrat e dizavantazhit. Pra, ka pushim i kërkuar nga trajneri i Vllaznisë Eni Llazani, kur duhen edhe 2 minuta dhe 16 sekonda nga fundi i krejtë ndeshjes. Rezultati është në shifrat e Vllaznia 71 dhe Skënderbeu 88. Ndeshje e vlefshme për javën e 14 e kategorisë Superligës së basketbollit shqiptar. Javë në të cilën skuadrat vinë në kryesimin e ekipit Lezhjan Beslidhja me 36 pikë, Vllaznia është e dyta në renditje me 2 pikë më pak se sa Beslidhja me 34, pastaj me 1 pikë më pas është Tirana e treta me 33 për të zbritur më poshtë, Apolonia 32, po aq ka dhe Teuta, Kamca Basket 30 dhe Skënderbeu i Korçës që po luan në këtë moment dhe është në avantazh ndaj Vllaznisë është në vendin e 7 me 28 pikë. Pozicionet në tabelën e klasifikimit nuk e përligjë një gjë të tillë, por fakti është që rezultati është në favor të ekipit të Vllaznisë me një diferencë të madhe që është shmerë e vështirë për të përmbysur nga Vllaznia, kur duhen edhe 2 minuta dhe 16 sekonda lojë. Rezultati është Vllaznia 71 dhe Skënderbeu 88. Vllaznia shkon në 72. Fiton me të 2 pikë të tjera Sestani pas gabimit në pasim të Korçarëve. 74 me 88. Por Skënderbeu me njëherë reagon. Ka potën në 90 pikëve ndaj 74 të Vllaznisë dhe ky sulm i Martin George bllokohet me faull nga basketbollistët miq. Gabim personal në favor të ekipit Kuqe Blu. Edhe 1 minutë dhe 55 sekonda lojë. Shifrat në tabelën elektronike tregojnë rezultatin Vllaznia 74 dhe Skënderbeu 90. Plus 16 pikë për ekipin Korçar, që vështirë që mund të rrezikojë dhe në fund të takimit kur koha është pa mjaftueshme për të bërë përmbysje të tilla. George shënon pikën e 75 për Vllaznin ndaj 90 të Skënderbeut, edhe një mundësi për George, nuk shënon në të dytën. Nis aksioni tjetër i Vllaznisë me George që pason Berhibi, gjuan për 3. Gabon dhe tashmë duket se gjithçka po shkon drejt mbylljes në favor të ekipit Korçar. Skënderbeu tha më herët se vetëm 3 pikëshat mund ta rikthenin Vllaznin në lojë në rezultat pas asaj diferencë të madhe që këroi ekipi i Skënderbeu ndaj Vllaznisë, që përsëri vazhdon të
por gaboj në të momente dhe Thomas ka shënuar I vetëm në tabel, shkon vazhdien e kotën e 77 pikeve ndaj 90 të Skënderbeut. Koha shumë e shkurtër. Tjetër pushim I kërkuar nga trajneri I Vllaznisë Eni Vllazani së bashku me kolegët e tij Antonio Shabani dhe Roni Xheçaj, që shikojmë se tekniku Vllazani vëzhgon kronometrin dhe bën edhe hamendësimet e tij, mundet apo jo të arrijë qëllimit për të bërë mrekullin, por është krejt e vështirë. Është krejt e vështirë, të nderuar shikues, kjo diferencë kur duhen edhe 1 minutë e 12 sekonda nga fundi, kryeson Skënderbeu me shifrat 77 me 90. Si të qoftë, ka përbysje, jo të pakta, në basketbolli, një basketbolli, dhe shikojmë që tashmë nga 20 pikë që ishte, diferenca është ulur në 13 pikë. 13 pikë, kur duhen edhe 1 minutë e 12 sekonda, duhen gjujtet për 3 pikë, të suksesme të Vllaznisë dhe duhet I gaboj Skënderbeu në aksionet e tij. To janë vetëm hamendësimet tona apo edhe të publikut, por tashmë presin çfarë do të prodhoj fusha e lojës. Skuadra koçare e gjitha amerikane është në fushën e lojës dhe për të fillimin e këtyre minutave vetëm Ethan Hadjaj me numër 6 është nga Stoli, kontingjenti shqiptar, 4 janë amerikan, dhe tek Vllaznia 4 amerikane, vetëm Shestani, lojtar vendas I Vllaznisë. Thomas nuk arrin të shënoj Hibit, në tabel Hibit nuk e habitshme. Vllaznia shpërdoron 2 mundësi rrallë për Sri George, gabim personal. 2 tentativa rrallëzi që duhet të ishte njëra prej tyre, duhet të ishte konkluduese për ekipin e Vllaznisë. Ka filluar minuta fundit, është sekundi 56 sekonda. Thot kronometri shënon George një gjujtjen e parë. 78 me 90 për Skënderbeun. Shënuar në të dytën 11 pikë plus Skënderbeu edhe 56 sekonda loj. Tashmë çdo gjë vendoset në këto sekondat fundit. Skënderbeu ka komoditetin që ka diferencën për 11 pikeve dhe ky 2 pikë ishte shënuar, I jep qetësinë e duhur. Skuadrës koçare. Hibit për 3, gabon, Shestani, Bright për 3, Shënon Bright. 82 me 92, 10 pikë diferencë kur duhen në 32 sekonda loj. Ka shkaktuar gabim personal Thomas, por ka edhe një shqetësim. Duket një shqetësim fizik që nuk kërkon ndihmën mjekësore, por vazhdon të jetë në fushë. Edhe 29 sekonda loj, 10 plus skuadra koçare. Ja rëmben topin atje George dhe I vetëm shënon. Dhe me njerë kërkon pushim tekniku I Skënderbeut, Bruno Topi. 84 me 92 tashmë është zbritur diferenca në plus 8 pikë nga skuadra koçare. Thamë më herët se në basketbol
ndodh gjithçka edhe në sportet e tjerë, por basketbolli dhe voleybolli janë dy sportet që përmbysin rezultatet e parashikuara. Sërishmi kamera fokusohet tek pankina e Vllaznis aty ku Eni Llazani, Antonio Shabani dhe Roni Xheça e stafi teknik i Vllaznis po projektojnë skemat për këto sekondat fundit. E vështirë, por jo e pamundur, thuhet në gjuhën sportive, por le të presim. Le të presim, duhet Vllaznia të zhbllokohet ndoshta me mundësi të gjujtjeve për 3 pikë, por Skënderbeu ka komoditetin e këtij avantazhi +8 dhe një çarkullim i topit nga ana e Korçarëve, nëse e lejon Vllaznia, atëherë e favorizon ekipin Korçar. Topi për Skënderbeu nga vija anësore. Vllaznia luan ashpër në mbrojtje. Ka shkaktuar gabim personal Hibit. Të janë dy mundësi. Përsëri tekniku Eni Llazani, shikojmë gestikulacionin e tij që improvizon lëvizjen e basketbollistit shkodran që sipas tij nuk duhet të jepej gabim personal, por Skënderbeu e ka marrë gabimin personal dhe shënon gjujtjen e parë të lirë. Dhe një mundësi që e ka shënuar përsëri me numrin 12 Alexander Grant dhe 20 sekonda loj. Plus 10 ekipi i Skënderbeu. George për 3 pikë. Gabon dhe kjo mund të jetë fundi i dëshpëruar i Vllaznis pas këtij aksionit të rrëmbyer të topit nga ana Skënderbeut që kontrollon topin dhe nuk ka kohë të dy skuadrat e fajtohen me rezultatin 84 Vllaznia 97. Skuadra Korçare që fiton të gjithë ndeshjen. Pra fitore të nderuar shikues e ekipit të Skënderbeut në Shkodër me shifrat 84 me 97. Nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit ju përshëndes, sidomos ato që na ndoqën me vëmendje në transmetimin tonë të drejt për drejt nga Pallati i Sportit dhe Qasim Dervishi i Shkodrës. Dhe njëherë ju rikujtoj rezultatin, java e 14 e Superligës së basketbollit shqiptar, Vllaznia 87, Vllaznia 84 dhe Skënderbeu 97, fitore e ekipit Korçar Skënderbeu. Miropafshim në transmetimet e tjera të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës.